Virozat dhe gripi vazhdojnë ende, por kur duhet të alarmohemi? Shefja e shërbimit infektiv vjen në studion e Klinika 24 për të tërhequr vëmendjen mbi komplikacionet që mund të rrezikojnë jetën, sidomos te moshat e reja, inflamacionet e trurit si meningjitet, encefalitet dhe inflamacionet e zemrës si perikarditet. Cilat janë shenjat që nuk duhen neglizhuar kur një grip i zakonshëm nuk është më i zakonshëm? Në pjesën e dytë, mamia me këshilla të vlefshme për nënat e reja, si ta ushqejmë foshjen me qumëshgjiri, cili është pozicioni i duhur dhe si të shmangim vështirësitë e ditëve të para. Ndërsa në rubrikën fjala i takon farmacistit, pse farmacisti quhet filtri i fundit para marrjes së medikamentit? Çfarë është polifarmacia dhe pse duhet kemi kujdes, veçanërisht kur marrim disa barna njëkohësisht? Klinika 24, çdo të shtunë, ora 14 në Report TV.